Kemi 20 fëmijë. Mirë, keq na. Familjen Keq. vetë punë mirë. Mendoj që ke punu drejt, ai ka punu drejt, i ka i njëmën njerëzve dhe ka në shtetin mas parit, nuk e kriju një siguri njerëzve, fëmin i ke nëru, familjet i ke nëru, se shpesher thamë, ata që në nërujnë familjet, në nërujnë edhe neve. Ta është fushat e ke do dhe një premtim ko qafur Mitrovic, ti e kija farë stogonin, Mos shopë, edhe unë jam qasaj që se shrej për uju, mos më klimës e neve shpremtim, që si që se realizon, tani na nuk shojnë apë. Aja gjami për mu nuk është gjami, ma shumë se gjami u dishka, se aja mas pore simbolizon, është e vërtet që qeshtje e fesë, është një simbol edhe i bashkimit, se lunë një rol bukur të madhë, po normal edhe aspektin e bashkimit, edhe aspektin fektar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin e shumë seneve, edhe mu m'je mirë që e ke përmen. Se shambull se 41 vjet jam punëtor i Bashkisë Islame, që 26 mas luftës, edhe dora shtetit si hujë s'u m'ka prek halo kur. Hera porke, kur Ministria Kulturës edhe i rinovoja 6 xhamia, 7 xhamia, 4 milion diçka sa ke aja e shumë. Jo që s'ka pas mundësi me ngashta me bo edhe vetë Bashkia Islame, ama është një farknacie kur shteti të prek me dorë. Valla Osman, falenderit shumë. Na jena shumë mirë njerëz se falenderus për rolin kombëtare, fetare, shoqnor që e ke me fjalët e tuja shumë turta edhe me rjetin e miqve dashamirëve që ke kriju në shumë vite në të gjitha etapat e zhvillimit të popullit e shtetit tonë prej para luftës, gjatë luftës edhe tash mas luftës. Gjithashtu është gjithmonë kënaqësi dhe personale jamja mu taku me juve, se unë sa herë takoh me dëgjoj prej teje diçka që jo se kum dëgju prej teje ma heret, por prej kërkuj tjetër. Do të na ka lënë sloganin ajo fjala urte e plagës, nga qysh ku i pes, më lëshope, na ato do ta njekim deri në fund.